Sa e madhe qënka Nova. Nuk e kisha menduar se ishte në këto përmasa. Për të gjithë ju që nuk e keni vizituar, në autostradën Tiranë-Durrës, në kilometrin e 3, ju pret një surprizë e bukur. Dhe përmes bisedës e imazheve, do ta përcjellim për ju sot. Në qendrën më të madhe të arredimit në vend është menduar për gjithçka, duke nisur nga lodrat e fëmijëve, ku të veçlit tuaj do të argëtohen teksa ju, ndoshta, mund të merrni edhe diell e të shijoni një kafe nga Monsheri apo ushqimet e veçanta të papas. Mund të kaloni disa orë të këndshme dhe të qetë, sepse parkimi është falas. Por pse jam sot në Nova? Tetori është muaji i outletit më të madh të vitit dhe deri në datën 31 tetor do të përfitoni me ulje të jashtëzakonshme 1000 produkte. Gjoni, përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se të gjej, ishte një befasi e këndshme për mua të shihja një qendër arredimi të këtyre përmasave, ku kuptoj se mund të gjesh të gjithë elementet që të nevojiten për shtëpi, por edhe për biznes. Po, tek Nova gjen çdo gjë nga A në Zh për biznesin dhe për shtëpinë tuaj. Jemi në momentin e vitit kur ofertat janë më të pabesueshme, por shoh 70% ulje. Po, muaji tetor është muaji i ofertave, është muaji i outletit mas, tetori outletit mas tek Nova, 1000 produkte deri në minus 70% ulje. Ju shoqëroj sepse kjo minus 70% që është si klishe e thon gjithkush për çdo gjë, por ja sheshi jam e dani edhe një karrige që është minus 70% ulje të drejt për drejt. Këtu karrige ndahen me ndjesia e karrigeve të drurit, ndjesia e karrigeve të lëkurës, të copës. Dhe këtu është një kënd ku ne kemi produkte të janë deri në minus 70% ulje. Kjo është një karrige në minus 70% ulje nga 63.000 lek në 19.000 lek të vjetra. Pra ju kurseni 24.000 lek të vjetra vetëm tek një karrige, imagjino. Janë produkte importe europiane të certifikuara për cilësinë, për dizajnin ergonomik të tyre, me një ulje reale minus 70%. Po Brun, 19.000 lek të vjetra, çfarë vitit largët duhet kujtojmë për të arritur 19.000 lek çmimin e një karrige. Këtë karrige po e marr me vete. Po, të gjitha modelet të ndryshme, tekstili, lëkure, me krah, pa krah, shumëllojshmëri, ngjyrash dhe modelesh. Kjo për sa i përket karrigeve për ambientet e brendshme, po për ambientet e jashtme, për outdoorin? Po dhe atje ka ulje dhe ulje reale, i shohim. Një set verande që është në ofertë është edhe seti bistro, vetëm 79.000 lek të vjetra. Seti i verandës është si një shoqëri e mirë, domethënë kur ti ke nevojë të splodhesh, atë e ke aty, s'kërkon asgjë, ulesh, nuk ka të paguar një kafe në fresklikun e mëngjesit apo i pije në darkë. Ky është seti, 2 karrige, një tavolinë të gjitha të paloshme, e palosim kur s'na duhet, e hapim kur na duhet. Është rezistent, është konstruksion metalik dhe rezistent, dru rezistent ndaj agentëve atmosferik. E pabesueshme që i gjithë seti vjen me këtë çmim. Këtu është zona outdoor ku ka sete për arredimin e verandave dhe lokalit për ambientet të jashtme, materiale të ndryshme, alumin, plastik, metalik, dru, rezistent drutik. Gjithashtu, hajde mos u marton ndimër. Hajde mos u marton ndimër, karrige e ventesh 9.900 lek të vjetra. Edhe kjo hyn tek arredimit e pjesa e outdoorit, arredimit të jashtëm, por në zonën biznes kemi edhe arredimin e zyrave dhe atje gëlojnë ulje, domethënë nuk ka perëndi që i mban edhe atje. Këtu jemi te sektori i zyrave, të gjithë duan një zyrë të cilën ta përfaqësoj denjësisht punën e tyre, vullnetin e tyre, dëshirat dhe suksesin e tyre. Dhe tek Nova operojmë me trajt linjash, mund qesim dhe tek çdo gjë veç dhe çdo gjë bashk. Dhe kjo është një linjë zyre ku nuk i mungon asgjë nga tavolina e zyrës, komodina, dollapi, karriga, ndriçuesi. Kemi edhe aksesorë tjerë, pra ti e përmbush zyrën tënde dhe ajo që është me kollaj që Nova e bën shumë të lehtë. Brenda 24 orëve ti mund vish, mund zgjedhësh, nëse ne ja lëm në dorë klientit, nëse ai do të arredoj, do të zgjedhë vetë, por patjetër që kontribuojmë me gjithë eksperiencën tonë në shitje për të arritur atë që klienti ka në mendje. Dhe çdo gjë bëhet me montim, me vajtje në ambient, me eksperiencë, me të gjitha, me transport brenda 24 orëve. Dhe për shkak se janë modele të ndryshme, materiale të ndryshme, ngjyra të ndryshme. Të gjitha shumë të rehatshme. Mendoj që në zyrë do të kaloj një kohë të konsiderueshme të ditës. Është
e programuar për të përballuar 9 orë unë dhe ndonjë të bërtitur të provurit të përballon kjo karrige. 50.000 lekë vjetra i gjenë në gjithë showroom-et Nova. Tek Nova inkurajojmë montimin vet, krenarin e të montuarit gjërave vet, është shumë e thjeshtë. Ky është një produkt i paketuar ai në Novës me logo, me instruksionet, me çdo gjë që ty duhet për të montuar, vidat i ke sqaruar ke librin e instruksioneve, të ndara çdo gjë me detaje, me gërma, me numre. Ty thjesht ngelet bashkosh puzzle-in shumë e thjeshtë dhe të bësh krenar për montimin e mobiljes tënde. Po është një ndër kënaqësitë e mëdha që mund t'i japësh vetes, të montosh karrigen apo edhe orëndije mobilje të tjera që i bën pjesë e zyrës apo e shtëpisë. Dhe ja thua të gjithë, çdo njeriu që vjen në shtëpi shikon se këtë e ka montuar vetë, na ndodhi kjo, domethënë mund të kthehet edhe si një histori montimi i mobiljes. Gjoni, vijoj me turin ton, por po shoh se do të ishte e pamundur që të prezantonim të gjithë produktet që janë me ulje. Do të veçojmë disa prej tyre? Na duhet kohë gjatë, por ne do shkojmë te Godina B, aty ku është mobileria e Novës, ku kemi mobiljet e dhomës ditës, dhomës natës, mobilerinë e fëmijëve dhe gjitha aksesorët që forcojnë këto mobilje, që i përkrajnë. Këtu jemi te Godina B, në zemër të Novës, mobileria e Novës. Këtu kemi çdo mobilje që na duhet për sallonin ton, tavolina e ngrënies, këndë, divan, poltron, side table dhe gjithë jastiket dekorative, të gjitha gjërat që na duhen në sallonin ton. Gjithashtu është edhe mobileria e dhomave të gjumit. Dhe tek më fal, por ju pas keni edhe dhoma gjumi për fëmijët. Çdo gjë që duhet. Praktikisht, po shoh se mund të arredosh të gjithë dhomën e fëmijës. Edhe për vajza, edhe për djem. Dhe për vajza, edhe për djem, dhe tekstilin, dhe kuvertat, jastiqet, lodrat, kukullat, gjitha. Dhe elementet e dekorit, siç nga kaq të këndshme të gjitha. Çdo gjë është dekoruar në detaj për pritjen e ëmbël. E di, edhe më entuziazmon aq shumë veçanërisht për zgjedhja e çfarëdo orëndije, mobilje apo dekori për dhomën e fëmijëve. Por përqendrohemi në zonën living dhe dhomat e gjumit. Tu kemi edhe gjithë aksesorët që i duhen living roomit, siç janë side table, pupa të ngjyrave dhe modeleve të ndryshme. Kemi edhe sofa bed në ofertë. Këndi Amber është dizajn minimalist me linja të drejta, tegela perfekt dhe i duri për shtëpitë me hapësira të kufizuara, shtëpitë Airbnb, shtëpitë me qera, shtëpitë e plazhit, shtëpitë e pushimit, shtëpitë e dyta. Që nga shumë i rehatshëm. Shumë i rehatshëm, duket si ka një material shumë cilësor. Tekstil i zgjedhur. Gjithashtu ka edhe disa facilitete. Ky është kontenetori i këndit, po, fiks mund vendosim jastikun, kuverdën apo gjëra që mund të na duhen, ndërkohë që ne shohim çlirët televizorin, por është një divan komod gjatë ditës dhe shumë krevat i rehatshëm gjatë natës. Po si them në shtrat? Direkt nuk ka mekanizëm hapja. Ja, hapim shumë i kollajt. Unë faktikisht për ta treguar sa i thjeshtë është, duhet ta kisha lënë ty. Po që nga shumë praktik. Këndi Amber vjen në çmimin 300.000 lekë të vjetra në outletin e madh të Tektorit tek Nova. Pra, për 300.000 lekë kemi edhe një kënd, edhe një kontenitor, edhe një shtrat. Po. Shiko çfarë mund të gëzoj njeriu me 300.000 lekë vjetra. Gjoni e shoqur e atove, por duhet të vijojmë turin. Patjetër. Këtu jemi në zonën e ngrënjes. Po, këtu janë setet e ngrënjes, tavolinat e ngrënjes, të cilat i kemi në përmasa dhe në forma të ndryshme dhe materiale të ndryshme, melamin, MDF, ceramik, dekton, xham, të gjitha materialet e mundshme me hapje pa hapje dhe gjithashtu dhe bazamentet në format nga më futuristike deri te më baziket. Një nga ofertat e Tetorit, outletit madh të Tektorit, është seti Sia. Seti Sia, i cili është e përbërë nga tavolina Sia druri i bardhë, 120, 10 dhe 4 karrige Sia. 150.000 lekë të vjetra për ata që pëlqejnë ngjyrën e zezë, kemi edhe në nxehtë. Dhe besoj se duhet të jetë një ndër setet e preferuara me një çmim totalisht televerdisshëm, por edhe me ngjyra të ndryshme. Gjithashtu dhe për bizneset është e përshtatshme. Tavolinat e ngrënjes mbështeten dhe nga karriget, të cilat ti mund zgjedhësh ngjyrën dhe formën që ti preferon për të krijuar setin tënd. Është një kolose karrigesh, një stadium plot me karrige, mundësi pafund zgjedhje dhe e lën gjithçka në dorën e klientit për sa i përket zgjedhjes, dhe kombinimeve që ata duan të bëjnë edhe që disa kombinime ne kemi bërë këtu ambientin e tyre. Për t'ju sjellë sa më afër realitetit, por që ju bëni tuaj, bëni kombinimin tuaj.
Ne do të vijojmë turin ton, por më lejo të them se pas ke shumë humor. Dhe besoj se këtë komunikim e ke zakonshëm edhe me të gjithë klientët e Nova. Po, mua më gjeni këtu tek Nova, turn parë, turn dytë. Ku shkoj? Do shkojmë katin e dytë, kemi parë shumë, po s'kemi parë asgjë akoma tek Nova. Shkojmë katin e dytë me ashensor. Me atë që po shoh, kuptoj se dekoret që kanë një pikë shumë e fortë në Nova. Po, i kemi të larmishme. Edhe për ambient brendshëm dhe për ambient jashtë. Vjen ndjesinë e drurit, pra çdo lloj ndjesie, dhe industrialen dhe metaliken, por edhe balin, egzotiken, të gjitha janë prezente. Edhe në sektorin e ndriçimit, i cili ndodhet në katin e dytë, kemi ndriçues të ndryshëm, toksor, tavanor, ndriçues tavolinën, ndriçues dekorativ të dizajneve dhe linjave të ndryshme. Dhe nuk ka një element dizajni më të fuqishëm se ndriçimi në një ambient. Tu jemi te sektori i kuzhinës, ku kemi gjithë aksesorët që i duhen një anvise për të bërë një gatim të shëndetshëm dhe të shijshëm. I kemi të gjitha pa përjashtim, si kapiruj, lupë, tenxhere, tigana, të gjitha, me gur vulkanik, me veshje ceramike, nga më i thjeshtë deri tek më i ndërlikuari për të gjithë llojet e shtresave të buxhetit, targeve të gjitha. Për të kompletuar një kuzhinë, do të ishte ideale edhe për dhurata. Edhe për dhurata, për vjerën, për kunafën. Me siguri do të lumturoheshin shumë nëse do të merrni një dhuratë. Në këto kualifikime të botrorit, nëse do të shohësh ndeshjen rat, sille gruan këtu, lëre te ky sektor, bëj pazar dhe ik shikon ndeshjen, i gjen çdo gjë këtu. Gjoni, faleminderit shumë për këtë tur drejt estetikës, praktikës dhe çmimeve më të leverdishme në treg. Faleminderit ju, jeni gjithmonë të mirëpritur, por që ofertat zgjasin deri në 31 tetor, minus 70% outleti i madh i tetorit, në të gjithë showroomet Nova. Ju mirëpresim. Për të gjithë ju që dëshironi të përjetoni ndjesinë tek Nova gjen gjithçka, e dini ku të drejtoheni. 70% ulje në Nova, oferta për të mos u humbur. Gjeni kohën dhe drejtohuni deri në fund të tetorit. Kjo është gjithçka që kishim përgatitur për ditën e sotme. Faleminderit shumë. Uroj të keni një mbrëmje të mrekullueshme. Takohemi nesër. Mirupafshim.